E ajo që ka na përket neve është që në ditët e Dhulhijhes edhe neve t'i shfrytëzojmë në vepra të mira, në adhurime, në agjerime vullnetare, në sadaka, dhe maja e tyre është dita e Arafatit, ku Zoti i Madh Xhelel Xhelaluhu liron nga robërit e vet shumë prej tyre, i liron prej mëkateve dhe gjunaheve dhe pasojave të tyre, duke i kurorzuar me lirim nga zjarri i xhenemit. Në vazhdën e haditheve nga pejgamberi alayhi salatu vesselam, Imam Buhariu ka sjellë një varg lutjesh nga Muhamedi alayhi salatu vesselam për të na mësuar neve se si duhet të lutemi. Shumë prej lutjeve kanë të bëjnë me kërkesa për dhënje. Ma jep këtë, ma jep atë, e kështu me radhë. Dhe këso i thojnë lutjet talebije, me dhanë. Dhe pejgamberi alayhi salatu vesselam i mëson të sahabët edhe si të luten në kërkimin e mbrojtjes, dhe kjo është lutje. I thojnë isti'adha. Ata e transmeton nga Ebi Hurajra radhiyallahu anhu. Hadithin e radhës se pejgamberi alayhi salatu vesselam thot kana yata'awwadh. Ai edhe kërkon të mbrojtje, dhe kjo është lutje. E tani do të sjell një varg kapitujsh të cilat pejgamberi alayhi salatu vesselam i ka mësuar ummetin e vet si të kërkojnë mbrojtje. Dunjaja të ndërum xhamat është me marr edhe murujt. Pra mi mort mirat e murujt pit këqijave, që kjo është rezimeja. E pejgamberi alayhi salatu vesselam sikur që lutej, o Allah, ma rregullo fen time, ma rregullo dunjan time dhe më jep përfundim të hajrit. E çka kërkon të mbrojtje? Thot Ebu Hurajra, e kam dëgjuar pejgamberin alayhi salatu vesselam duke kërkuar mbrojtje për këtyre gjërave. E para prej tyre kana yata'awwadhu wa yaqul, thonte Allahumma inni a'udhu bika min jahdil bala. O Allah, kërkoj mbrojtjen tënde nga belaja e lodhshme. Ka bela dhe bela dhe bela, laraman. Nga cila ka kërku bela, nga cila bela ka kërku mbrojtje pejgamberi selam, nga ajo bela e cila të lodh. Kan thonë dietarët, cila ajo bela e cila të lodh? Është ajo bela e cila kur të vjen ajo sprov, ta harron çdo angazhim tjetër. S'ki mo takat me menu për çdo shka. Apo, për shembull sa për njerëzve runa Zot dhe kanë fëmijë të sëmur, apo dhe fëmia kur sëmuhet ran me kancere të ndryshme, tumore të ndryshme, e ranon prindin. Ai nuk mundet me pa. Ai edhe në shkoft në punë ka me shku me trup. Se kjo belaja e ka lodh, dhe ka bela të lodhshme. Andaj ka thonë alayhi salatu wasallam, o Allah, më ruaj nga belaja e cila lodh. Lodh qatë shumë të lodh sa si ti mo kur gjë tjetër s'në ban. Dhe ka njerëz belaja i prapton, i rrxon. S'ka feqe e ma, s'ka durim, s'ka përmbajtje, dhe i vjen një sprove dhe rrxon. Ka thonë pejgamberi sa Allah ruajmë kësaj belaje. Mos më çodë një belaje që më prapton mua. Ka njeriu thot Imam Baghawiu, unë di njerëz të cilët kanë vdek nga belaja e llafit. Ja ka thonë një llaftron dikush, sa kanë çat i fort me majt, ka vdek. Dhe njerëz vdesin nga belat. Apo dhe transmetime ndryshme thuhet se Ebu Bekr as-Siddiq radhiyallahu an është pas vdekjes pejgamberit sallam është tha dhe ka vdek. S'ka mujt, pro gradualisht s'ka mujt, e ka mujt në veti, dhe shumë prej ka vdek. Mas i ka vdek pejgamberi sallam, Ebu Bekri ka jetu veç 2 vjet. S'ka mujt më me bajt atë jetë ku nuk ka është pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe njerëzit janë laraman në përmbajtjen e duas, në përmbajtjen e belas. Andaj çka tha pejgamberi sallam, dhe këta do të më bëj dua këtë lutje besimtari. O Allah, mos më ço bela që s'më më e bajt, më lodh. Më angazhon vetëm me çat punë, se që unë s'm baj punë tjera. Dhe shejtani pastaj intervenon aty, edhe ta mban fokusin vetëm te ajo bela, që ti mos kish më mundësi me bë vepra tjera. Kjo është e para. Pastaj çka tha? Wa'udhu bika min darakish shaqa. O Allah tha, kërkoj mbrojtje nga shkallët e ulta të mirimit. Kemi shkallë të larta dhe shkallë të ulta. Arabët shkallëve të larta ju thojnë deregje, darajat. Dhe shkallëve të ulta ju thojnë darakat. Kur i ka përshkujt Allahu hipokritat në Kur'an, çfarë ka thënë? Innal munafiqina fi derki l'esfeli minan nar. Ata janë munafikat në shkallën derk, mat ulta të xhenemit. A për besimtarës që ka thonë darajat, ata janë në altë atje. Një shkronje dallon. Çka tha alayhi salatu wassalam, o Zot,
Ruajm prej mjerimit. Ama ati mjerimit që më qënë të poshtë. Keni pa njerëzit, e kap një depresion, ani angst, ani mërzi, edhe më veç si bunar të poshkon. Ka thonë për nësa, më ruajm o Zot për qësaj. Zdu me shku me mjerim të poshtë. A mjerimi jo i keq, fukaralloko i keq. Ama duhet njëri me po sabër. Apo depresioni i keq, klodh, angthi i keq, trishtimi i keq. Ama duhet me po sabër, duhet me po durim dhe me kërku mbrojtjet e Allah o Zot. Edhe nësa mbaje që tu, mbaje që tu. Shumë për njerëz me mendoj thot, s'ka ku shkon ma tej për belaja. Jo, belaja shkon deri në xhenem. Belaja shkon deri në xhenem. Haj çka keq është atje? Kur gjonu kanë bela të kësaj bote, çka është belaja ahiretit? Andaj çka tha pejgamberi alayhis salam, Allah ruajm nga shkallët e ulta e mjerimit. Pastaj ka tha, wa a'udhu bika min su'il qada. O Allah, më ruaj tha nga e keqja e kaderit. Kaderi kiti mirë të Allahi. Ama kur të vjen e tije, të vjen i keq. Apo për Allahin vdekja caktimo. Qatë robin, bol jetoj, bema këtu. Për Zotin a e mirë kjo ka da. Se e merë robin të vetja. Ama vete në nën e vetë, vete vlavin e vetë, thot, vdiq filani. Për këtë kaderi o i keq, për Allahin a i mirë. Andaj që ka tha alayhis salam, o Allah rujem nga kaderi që unë e përjetoj keq. Musë më banë me përjetu kaderin keq. Nëse o i kaderi, caktimin së në ndryshonti. A mund është me thonë, filani mës vdese, o të jethu pës zëndodha jo. Andaj shiko, gjithë të caktimet e Allahut janë të mira, por na shpesh i lexojnë keq. Shpesh i lexojnë keq. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyyi rahimahullahu ta'ala, me ta çel Allahi librin tan, çish ta ka shkruajt jetën këtë, kaderin, ta ka shkruajt Zoti. Pse ki lindë sa kimë vdek. Detaj ta ka shkruajt imcina. Me ta çel Zoti librin, edhe më thon, çështu kimë pas nesër, çështu kimë pas nesër, çështu mas nesër deri në fund. I kisha thonë Zotit ti edhe une, o Allah kur gjo mos ndrysho, çështu mas mirë ti koka. Se e ka shkruajt Zoti i madh. E ka shkruajt Zoti i madh i gjithdijshmi. Ama na ngutmi e thojna pse ndodhi që kjo e pse ndodhi që ajo. Ka thonë alayhis salam, o Allah më ruaj nga kadaja që ciktimi që mund së më vjen mirë. Dhe duaja e fundit që ka bo prej mbrojtjeve të pejgamberit alayhis salam, ka thonë wa'udhu bika min shamatatil a'da. Ka thonë, o Zot, mos i knas armiqt e mi me ngjarjet e mia. Çka ndodh mua, mos i ban ata me mu gëzue. Musa alayhis salam kur kthi pe te biseda Allahu xhel xelaluhu, e ka gjetë popullin e vet të adhuru viçin. Edhe e ka pa Harunin alayhis salam vllavin e vet, të cilin e ka lënë kujdestar të bijtë e Israilit. E ka kap për mjekre dhe ka thonë, o vllavi jam, çish ti ka mundësi me milan këto me bo shirk. Ka thonë, unë munova minal, unë zdashta mi përqa, o këto së mngojshin muhe. Andaj pas të ja tha një fjal, tha, o vllavi jam, mos i ban mu knasht armiqt tu për la unë ti. Armiqt, shpesh i knashin vetë muslimant. Shekib Arsalan, njeri prej të shquarve të Egjiptit, çfarë thënte? E kam meditu e mbi 50 vjetë punën e muslimanëve dhe e kam pa se problemi i muslimanëve janë vetë muslimanët. Se problemi i muslimanëve janë vetë muslimanët. Se ata vetë i knashin armiqt e tëne. Çka tha alayhis salam? O Allah, bani doa, kërkoj mbrojtjen tane, me mu e mos të knashin armiqt. Me muë mos knaqen armiqt. Besimtarit me bë, duhet me kërku mbrojtje. Sa prej gjërave të ndërum xhamat, njeriu nuk i ban veç mos me gëzuar mikun. Veç mos me gëzuar mikun. E ka prej njerëzve që se kanë ngajla gëzohet armiku ajo. Lutim Zotin e Madh që Allahu të na ruan nga çdo e keqe kësaj bote dhe ahiretit.